Shoqata Rajonale e Futbollit Elbasan organizoi një festival sportiv me fëmijët nën 12 vjeç të ekipeve të grupmoshave të Sopotit në Librazh, ku stërvitja u ndërthur me argëtimin në një atmosferë mjaft pozitive. Në këtë aktivitet mori pjesë drejtori teknik i kësaj shoqate Eriol Mergja, i cili vlerësoi këtë nismë si një hap të rëndësishëm për zhvillimin e futbollit të bazës. Shpunimi i Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Shoqatës Rajonale të Futbollit Elbasan kemi zhvilluar në qytetin e Librazhit këtë festival me fëmijë të vegjël nga mosha U7 deri në U12. Shikojmë që ka një dëshirë për futbollin në qytetin e Librazhit dhe kjo më pëlqen. Plus bukuria e kësaj dite të sotme është edhe veshja e fëmijëve, e cila është shumë korrekte dhe e bukur, e cila është dhuratë e Federatës Shqiptare të Futbollit. Ky është një bashkëpunim që kemi dhe kemi organizuar edhe në qytete të tjera këto festivale, të cilat mendoj që japin pak ngjyrë qytetit, këto qytete që ne kemi shkuar. Për shefin e klubit të Sopotit Besnik Kola, aktivitetet të tilla i ndihmojnë fëmijët të jenë më pranë lojës së futbollit dhe të krijojnë një raport më të ngushtë me sportin, ndërsa trajneri i ekipeve të grupmoshave të Sopotit, Klodi Mema, e vuri theksin te nevoja për t'i larguar fëmijët nga përdorimi i tepruar i teknologjisë dhe për t'i afruar më shumë aktivitetin fizik. Atëherë, është diçka shumë e bukur për fëmijët e grupmoshave. Argëtimi është i pari për ta. Për fat sot është kohë e mirë, terreni është i mirë. Ndikon shumë zhvillimin e fëmijëve. Atëherë, sa më shumë punojmë edhe komunikojmë me kolegët tanë, aq më shumë shërbejmë fëmijëve. Terreni servitor. Jemi shumë dobët në terren servitore. Edhe kur është dimri po edhe verës nuk kemi në ambient vërtet të mirë, me të cilën mund edhe si drejtues i klubit në moment t'i vetëm presion trajnerët për nivelin lojtarëve. Po s'po t'i kërkosh trajnerit kur ti si garanton fushën servitore. Po shpresojmë që do të rregullohen në tapë. Këto janë shumë të rëndësishme sepse zhvillojnë aftësitë e fëmijëve, japin njohuri familjarëve që i ndjekin edhe ata që nuk i sjellin, i japin shumë njohuri për të aktivizuar kalamajt. Përveç këtij fakti që duhen aktivizuar, u japin edhe shumë rëndësi brezave që ne t'i edukojmë, që të kenë mundësi që këta fëmijë të aktivizohen sa më shumë. Një nga faktorët më kryesorë që është dhe obeziteti, cilën këta kanë shumë nevojë që të trajnohen edhe të aktivizohen sa më shumë në lojra, sidomos në aspektin e lojrave të futbollit, që ne kemi shumë pasion dhe bëjmë me shumë dëshirë, i japim një informacion apo i japim një njoftim që sa më shumë prindër të angazhohen tek trajnerët e grupmoshave nga U9, U7, U11 që të afrohen edhe të aktivizojnë kalamajt. Është dhe një faktor kryesor që është teknologjia, të cilën ne kemi shumë problem si me fëmijët tanë, si me fëmijët që ngjojmë gjithkohës, që të shkëputen sa më shumë nga teknologjia, sa nga telefoni, nga tableti, dhe të aktivizohen sa më shumë në aktivitetet sportive. Shoqata Rajonale e Futbollit Elbasan në bashkëpunim me FSHF-n dhe anëtarët e saj në këtë qark e ka kthyer tashmë në traditë organizimin e festivaleve sportive për grupmoshat e vogla, duke synuar jo vetëm zbulimin e talenteve të reja, por edhe promovimin e një stili jetese të shëndetshëm përmes sportit.